Mirë pra miq, jemi rikthyer sërish në studio në këtë pjesë të dytë dhe pjesë e panelit është Emanuel Driza, voleybollisti i Skënderbeut. Shumë faleminderit që ke ardhur nga Korça për qenë pjesë e emisionit. Faleminderit juve për ftesën. Sigurisht edhe Januz Malaj, voleybollisti i Teutës, kënaqësi të kem në studio. Gjithashtu edhe për mua. Do të ndjekim insertin dhe do të diskutojmë në studio në lidhje me javën e 11 të voleybollit meshkujve, por sigurisht edhe me gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë dhe rikthehemi në studio për diskutuar. Në rrjetën e meshkujve janë zhvilluar takimet e javës së 11 në kampionat, ku të treja takimet si për koincidencë janë mbyllur me rezultatin 3-0. Përkatësisht Tirana ka triumfuar ndaj Studentit, Partizani ndaj Vllaznis, ndërkohë që Skënderbeu ka triumfuar në Tamara Nikola ndaj Elbasanit. Në takimet e kthimit për gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, çifti finalist është derbi i kryeqytetit Partizani Tirana. Pas fitoreve që korrën në përballjet e tyre, përkatësisht Partizani triumfoi ndaj Skënderbeut me rezultatin 3-0, ndërkohë që me të njëjtin rezultat ka triumfuar edhe Tirana ndaj Studentit në Fari e Hoti. Jemi rikthyer për diskutuar në lidhje me takimet e javës së 11 fillimisht. Emanuel, një javë intensive kjo, me ndeshje si për llogaritë të kampionatit, po ashtu edhe të Kupës së Shqipërisë. Si ke parë këtë javë? Po, në fakt, kemi disa javë që ka qenë kampionati shumë i ngjeshur me Kupën, me Gjergj Kastriotin dhe me kampionatin. Dhe e shikoj, jemi duke luajtur një në 3 ditë, duke qenë pjesë të trejave kompeticioneve. Është pak e lodhshme për ne sportistët, po që mund ta përballojmë mjaft mirë, besoj. Ja. Sigurisht keni bërë stërvitje mjaftueshme dhe faza përgatitore, besoj është e programuar që të mundoni për të përballuar ngarkesë, apo jo? Po. I kemi marrë masat për e kemi ditur që do ishte një gjë e tillë, kështu që i kemi marrë masat me fazë përgatitore. Mirë, zgjodhe që në këtë puntat pikërisht të zgjidhja dy ekipe, një përfaqësues nga Skënderbeu dhe një përfaqësues nga Teuta, pikërisht sepse jeni dy ekipe që keni ardhur si surprizë në këtë kampionat, ta quajmë kështu, nga një Skënderbeu që vjet nuk ka patur shumë zë, në një Skënderbeu që është bërë mjaft rivalizues dhe pretendent për trofe këtë vit. Si e shohim Skënderbeun e këtij viti, ndryshe nga më përpara, edhe pse le të themi të ke qenë pjesë e ekipit Erzenit më parë, por tashmë je pjesë e Skënderbeut. Si e ke parë ti Skënderbeun këtë vit? Atëherë unë do thoja që surpriza e këtij kampionati, i këtij viti ka qenë Skënderbeu. Mbi të gjitha, duke qenë një ekip i mes tabelës, është atje në vend të dytë që e ka siguruar vendin e dytë edhe 3-4 javë para mbarimit të fazës para play-offit, kështu që e shikoj si surprizë të bukur për kulturën e Korçës, sepse të gjithë e dim që një nga të vetmet pallate sporti që mbushet me njerëz, me tifozësh të Tamara Nikola në Korçë. Edhe më vjen shumë mirë që e shikoj edhe ekipin e femrave dhe të meshkujve. Femrat e kanë bërë kështu traditë tashmë, më duket që e transmetojnë traditën dhe tek meshkujt. Tani ky është plani, po që... Mirë, gjithsesi, me thënë të drejtën për një gjë ndihem, le të themi kështu në zë krenare, sepse vjet pata me një nga pjesëtarët e ekipit Skënderbeut një intervistë dhe u duk sikur loboi dhe bëri thirrje për klubin që dëshironte shumë që edhe Skënderbeun e meshkujve tash të ngrihet, duket sikur fjala e tij nuk ra tashmë në vesh të shurdhët, po është dëgjuar fort për të punuar për këtë sezon dhe më vjen mirë për këtë fakt. Në këtë javë u ndeshet me Elbasanin. Një Elbasan që është aty në fund të tabelës klasifikimit, megjithatë triumfuat edhe vazhdoni rrugtimin duke marrë ato pikët që sigurisht i keni shumë të vlefshme. Si e pe përballjen kundrejt ekipit Elbasanit? Tani ndeshja me Elbasanin ishte në dukje ishte e lehtë për ekipin ton, duke qenë se me atë fitore siguruam dhe vendin e dytë, ishte edhe po aq e rëndësishme për ne si ekip. Një Elbasan që më vjen keq që e shikojnë atë gjendje, por 3 pikët e marra ishin pozitive, na duhen, po. Janë gjëja më e rëndësishme që mund të marrim në këtë fund kampionati. E vërtet, Januz, tek ekipi Teutës këtë vit, një Teut që më parë ka qenë aty nga fundi tabelës klasifikimit dhe këtë vit është rritur deri diku. Si ke parti këtë aktivizim tëndin tek ekipi Teutës, duket sikur
këto vitet e fundit po bëni një pasim brenda familjes, vjet Kreshniku dhe këtë vit Januzi. Do të thrasë Jani se më vjen përmbar të thrasë, kështu si që të thrasim në botën e sportit. Patjetër. Për mua ishte një rikthim, po për te rikthimit tim nuk do thosha që ishte surprizë faza e dytë e nisur nga ekipi të UT-s, përderisa afrimi lojtarëve të ri ka bërë edhe atë ka dhënë edhe atë efektin e vet. Nga kampionatin në kampionat në fakt. Nga kampionatin në kampionat nuk diskutohet që lojtarët e huaj kanë bërë diferencë. Pastaj lojtarët e vjetshëm që kanë qenë kanë dhënë maksimumin e tyre, po si ato e shkova unë dhe prandaj. Jo, nuk e them dot këtë, pasi unë kam pasur një shkëputje për arsye të punës, kam pasur një shkëputje, po edhe kjo është një frymë pozitive. Pse jo? Të japim pak ju këtë javë ishit pushim, megjithatë si ke parë përballjet e fundit të UT-s, duket sikur ndonjëherë dhe ju keni ato luhatje tuaja, një herë rrifni studentin, rrifni Tiranën, pastaj kthehen dhe ju rrahin, ju mundin. Jo, ekipi sa vjen edhe po konsolidohet, pra si po gjejmë atë bashkëpunimin me njëri tjetrin, edhe shumë e rëndësishme. Tani do ta tregoj loja, po ne jemi shumë pozitiv në aspektin e lojës, jemi shumë pozitiv dhe shpresojmë që do dalim shumë mirë dhe ndryshe nga opinioni dhe i disa analizëve tjerë, unë them që nuk ishte surprizë fitoria me Tiranën, pasi u bë një farë periudhë kohore që dy lojtarët e huaj kanë luajtur me të UT-ën dhe afrimi lojtarit tjetër sikur po e plotëson atë mungesën që ka pasur ekipi dhe unë them që do vazhdoj. Nuk ishte thjesht një rastësi, se shpeshherë u përfol edhe u pa në një analizë sikur Tirana neglizhoi dhe kishte marrë pak si lehtëshëm ta quajmë kështu përballjen kundrejt ekipit të UT-s, se kishte neglizhuar deri diku. Unë jam dakord me ka qenë neglizhencë, ka qenë impenjimi juaj maksimal që solli fitoren? Patjetër, që impenjimi, po nuk do të thoya që ishte neglizhencë deri në setin e 4. Setin e 4, po neglizhencë mund ta quaj, po deri në setin e 4 nuk pash një neglizhencë nga ekipi i Tiranës. Pastaj edhe loja jonë që kur fillum në fazën e dytë faktikisht ne me ekipin e Skënderbeut bëm një paraqitje jo shumë të mirë. Me Partizanin bëm një paraqitje të mirë. Prandaj po them që sa vjen edhe ekipi po bashkohet. Mund të themi që çelësi suksesit deri diku për të dy është kjo pyetje, mund të quajmë që është ana financiare ajo që ju ka rritur si ju, si të UT e Durrësit dhe juve si Skënderbej Korçës? Patjetër. Ana financiare të çdo sportist do ndikojë. Përveç shpirtit garës që çdo sportist e ka që duhet të jetë. Një stimul ai shpirti garës. Do një shtys. Është patjetër. Është shpirti garës, pastaj është edhe ana financiare që të çdo sportist. Nëse mund të themi përpos afrimeve të reja nga lojtarët e huaja, ka ndryshuar diçka qoftë tek fryma grupi, tek bashkëpunimi, qoftë tek implementimi i skemave apo ides së trajnerit për të krijuar lojën nga viti kaluar në këtë vit? Ka ndryshuar, normalisht që ka ndryshuar, sepse edhe lojtarët që jemi neve, do më thonë, kur shofim një nivel tjetër që na afrohet, pretendojmë rrisim ato kërkesat tona ndaj vetes për të arritur diçka më tepër. Duket sikur konkurenca është edhe një formë motivimi në vetvete për të dhënë një shtys për të punuar më fort. Po tek ju Samuel, si ka? Atëherë tek ne po e nis tek ana financiare. Çdo projekt e do një fillim, domethënë që fillimi, baza është ana financiare, nuk mund të kesh një projekt pa bazën që është ana financiare, po. Ka të bëj shumë, po me mbështetjen që kemi nga klubi dhe nga bashkia që dua ta vlerësoj, tregojmë që mund të bëjmë diçka. Pastaj nuk dua që të them që vetëm lojtarët e huaj kanë bërë diferencën apo diçka e tillë. Okej, po, kanë qenë një ndihmës shumë e madhe për ekipin tonë, po besoj se e kam thënë edhe diku tjetër që
baza atje ka qenë. Këtë nuk duhet ta thoshe, se duhet të thuash vetëm këtu, për te shakas. Do thotë që fryma bërthama e ekipit ka qenë e konsoliduar, pastaj këto erdhen si aksesor shtesë për të shtuar rezultatet e ekipit. Po për pjesën tjetër? Që do thotë, do me thënë, për pjesën e rivalitetit, frymës së grupit, a ka ndryshuar diçka? Normale. Çdo lojtar sjell një eksperiencë ndryshe, që është plus për ne lojtarët nga Shqipëria. Unë për vete kam luajtur jashtë dhe solla diçka ndryshe, diçka më mirë ose më keq, po le të marrim gjithmonë më të mirat, pozitivet, po. Çdo lojtar sjell diçka ndryshe dhe një ndihmës për ekipin. Edhe duke marrë gjithë ato pozitivet, pak nga pak bëhet diçka e mirë gjithmonë në fund. Për gjithë ata që nuk të njohin, ti ke qenë pjesë e kampionateve tuaja, sa kohë je aktivizuar ti jashtë kampionati që ke marrë pjesë? Unë jam aktivizuar në kampionatin holandez, kam mbaruar, kam dalë i 4-ti në Superligën holandeze. Ka qenë vetëm një vit, një sezon. Bëhet fjalë para sa kohësh? Para 2 sezonesh. Para 2 sezonesh, pastaj një sezon u aktivizove me Erzenin dhe tashmë me Skënderbeun. Direkt pas Hollandës erdha tek Erzeni, edhe nga Erzeni tek ekipi Skënderbeu. Tani po e bëj kështu pak si pyetje retorike, dhe pse besoj që e dim përgjigjen, ku e ke gjetur veten më mirë tek të treja ekipet. Tani do ta ndajmë në aspektin profesional, që do thotë të voleybollit, po edhe atë personal. Okej. Të gjithë e dim që unë kam dalë si lojtar nga moshat deri tek ekipi i parë që jam tani me Skënderbeun. Jam djalë Korçë. Po. Edhe normale që në Korçë si luaj ose e ndjej për të luajtur për Korçë, nuk mund ta ndjej për një ekip tjetër, siç ndjem si në shtëpi, le të themi, siç jam në shtëpi në Korçë, nuk mund të jem diku tjetër, por që nga ana profesionale, do thoja që sezoni që kam luajtur në Holland ka qenë po. Ç'a ndryshon nga kampionati holandez me këtë shqiptar? Një gjë që ty realisht të bën shumë përshtypje dhe thua, nëse kjo do ishte në Shqipëri në kampionatin shqiptar, do na rriste të gjithëve. Unë mendoj se ne nuk jemi shumë larg kampionateve të rëndësishme, po thjesht mentaliteti dhe infrastruktura na mungon. E kemi pak si problem, po. Nëse këto do të ishin, tek mentaliteti çfarë përfshin? Mentaliteti fitues. Mentaliteti fitues, sepse këtu është edhe profesionalizmi. Atje në Holland të ishe sportist ishte profesion. Ndërsa këtu jemi pak, po. Pavarësisht se po mundohen në mënyrë të vazhdueshme gjitha instancat që ta kthejnë në profesion. Jam pozitiv për hapat që kemi bërë, sepse para disa vitesh nuk e mendoja asnjëherë që do ishim këtu ku jemi, në shumë pak kohë. Në çfarë drejtimi mendojnë që nuk do kishim këtë arritje? Në aspektin e stërvitjes, në aspektin e rezultateve, në aspektin që trajtoni tashmë si sportist mirëfillt, në çfarë drejtimi thua këtë që nuk e mendoje që do? Apo thjesht e shije voleybollin një pasion tëndin që do kaloje disa orë të bukura dhe kaq? Po, ka të bëjë edhe kjo, sepse vitet kalojnë edhe e kuptojmë më shumë se çfarë jemi duke bërë, por që do thoja nga ana e nivelit. Kjo është kryesorja. Jemi duke ecur përpara, po, absolutisht po. Po të janë ndan të njëjtin mendim? Që jemi duke u rritur, ti ke vite që merresh me voleyboll, ke bërë një miks, je shkëputur, tashmë je rikthyer. Po. Mendon që jemi rritur nga vitet më përpara? Jemi rritur, po do të thoja që edhe shumë të rinj që po afrohen tek sporti i voleybollit nuk po e shoh. Pra, ato element që po dalin, që po spikaten, po largohen. I ofrohen mundësia e parë jashtë dhe po largohen. Është gjë e mirë, s'diskutohet për ata, po... Nuk është e mirë për voleybollin shqiptar? Për voleybollin shqiptar. Po ty, çfarë të shtyut të rikthesh prapë në voleyboll? Pasioni. Pasioni? Pasioni, përveç se pasioni asgjë tjetër. Pasioni. Tek pasioni, do më thënë, ndoshta kur je i ri, është ajo
Pa që shpesh herë të udhej zemra, si themi ne, të udhej ndjenjat, ndryshe kur je i pjekur, ke krijuar familje, she profesione dhe mendon i vendos në një peshore, thua, prit se nuk më anon peshorja në aspektin pozitiv timin. Ty ka anuar, besoj deri diku që ke marrë këtë hap? Më ka anu, si që thash pasioni. S'diskutohet se duhet gjetë një ekuilibër, edhe unë atë ekuilibër e kam gjetë për derisa mora nismën për ta rivazhduar edhe njerë. E kam gjetë atë ekuilibër dhe... Po në fillim fare si ka nisur, se unë po bëj sikur nuk ju njoh fare tani, si ka nisur rrugtimi jot në sportin e voleybollit? Në fillim fare ne kemi qenë, ne jemi 3 vëllezër. Të 3 kemi fillu voleybollin në fillim fare me ekipin e Dinamos. Më pas vllai i dytë sigur u shkëput. Më pas u shkëputa pak edhe unë. Pastaj vllai i madh. Pastaj futa te voleybolli mix, që ka qenë me mua në një skuadër. Po, që kemi dalë kampion, kemi ngrit kupë. E vërtet. Vllai i madh nuk e ka pas lënë voleybollin asnjëherë. Më pas unë u riktheva tek ekipi i Tiranës të rive. Profesor Albion Hajdarin, të cilin unë dua ta përshëndes tani, se ka qenë një arsye, një shtys pse e kam rifilluar dhe vazhduar voleybollin. Dhe pastaj nga aty kalova pak me ekipin e parë të Tiranës, pastaj me ekipin e Studentit, pastaj ato shkëputjen të tani tek ekipi të Utës. Mirë, ti ke edhe një profesion shumë të veçantë tek pjesa e të qenurit ushtarak, ta cilësojmë kështu në vija të përgjithshme, ndërkohë ke edhe voleybollin. Sa ndihmës dhe pengesë është sporti kur bëhet fjalë edhe për impenjime në punë të tilla? Ndihmës është jashtëzakonisht shumë, sepse të qenurit ushtarak do të thotë që ke aktivitet fizik të vazhdueshëm. Dhe të qenurit sportist të ndihmon në këtë kontekst. Përveç sa ne organizojmë edhe disa kampionate sportive dhe patjetër që kemi marrë pjesë në... Besoj aty del kampion, diskutohet fare. Jo vetëm aty. Pretendojmë edhe për gjëra të sporte tjera. Bravo. Por pengesë për shkak të angazhimeve, impenjimeve tjera, largimeve që mund të kemi. Besoj tek pjesa e ushtarakut sigurisht që është një frym bashkëpunuese, por normalisht edhe me ato reptësirat që duhet të jesh shumë i prerë në vendimet, në disiplinë, dhe mendoj që kjo të ka favorizuar sporti. Patjetër. Nuk ka, unë jam i mendimin që nuk ka asnjë sportist që nuk ka disiplinë. Pra sportisti mirëfill që nuk ka disiplinë nuk besoj të ketë. Pra sporti të mëson disiplinën që është parsorë. Frymën e grupit, shpirtin e garës, pa diskutim. Dhe pastaj ato thjesht i rrit edhe... Që do thotë sporti ka dhënë kontributin e vetë për të qenë i suksesshëm dhe tek puna tjetër. Patjetër. Mirë, do të pyesja në lidhje me fillimet e tua, sigurisht, por do të prekim pak edhe ju jeni pjesë e Ligës Gjergj Kastriotis, Skënderbeu i Korçës i Shqipërisë kundrejt të Skënderbeu të Kosovës. Po, është një risi, le të themi, që dy Skënderbeu përballen bashkë. Përballen me njëri tjetrin. Ne dim që gjithë Shqipëria një Skënderbeu ka patur dhe le të fitojmë i mirë i Shqipërisë apo i Kosovës, kjo mbetet për të parë si jeni u përballë. Po, Skënderbeu jonë. Shpresojmë. Si e sheh këtë përballje për Ligën Gjergj Kastrioti? Atëherë, nuk është se kemi shumë informacion për të qenë i sinqert për ekipin e Skënderbeut të Kosovës, por që nga që është edhe era e parë e ekipit tonë që kualifikohet në këtë fazë të këtij kompeticioni, por që si çdo ndeshje gjysmëfinale, edhe kjo ndeshje ka rëndësinë e vet, duke thënë se kjo ndeshje të çon është një ndeshje. Po, është vetëm një. Edhe të çon në finale, gjë që është objektivi jonë, pastaj finalet janë finales. Të gjitha le të fitojmë i mirë dhe varet se kush e ka fatin atë ditë shpesh herë. Po. Po në përballjen e gjysmëfinaleve nuk arritët dot kundrejt ekipit të Partizanit për të qenë pjesë e finales. Partizani do të jetë pjesë e finales së Kupës së Shqipërisë. Si e pe këtë përballje? Erdhi keq që nuk arritët ta prekni në finale? Atëherë në Kupën e Shqipërisë ne ishim kemi qenë në vend të parë në gjithë kohës.
Pastaj kemi gabuar me ekipin e Shkodrës në një ndeshje 3-2 në Shkodër, edhe kjo ishte që na zbriti nga vendi parë në vend të dytë, edhe humbja me Tiranën 3-2 në Tiranë. Kemi qenë me pikë të barabarta, por çështje fitoresh dhe sejtesh në ka çuar në vend të dytë dhe u përballën me ekipin e Partizanit që të gjithë e dim që është kocka më e fortë e këtij kampionati. E dinit e kishte parashikuar deri diku që me Partizanin do ishte e vështirë edhe, si të themi, nuk e kishit të sigurt që nuk do të fitonit, apo u futët në fush për të luftuar si të barabartë? Si çdo ndeshje tjetër në këtë kampionat ne jemi futur vetëm për fitore. Është e sigurt. Pastaj se është Partizani, se është Teuta, se është Elbasani, nuk duhet ta shikojmë në këtë lloj forme. Mirë, ky stopim i rrugtimit në gjysmë finale ju ka motivuar për të qenë me euforik në ndeshjen e Ligës Gjergj Kastrioti, apo ju a ka ulur pak ritmin? Jo, nuk do thoja se na i ka ulur ritmin, jemi akoma të uritur për finalen e Gjergj Kastriotit, kështu që një objektiv më shumë e humbëm njërin, u skualifikuar në gjysmë finale, nuk e arritëm dot finalen e Kupës së Shqipërisë, duhet të arrijmë këtë që kemi këtë javë në Ligën Gjergj Kastrioti. Kështu që Manuel, po për ty si ka lindur dëshira për të marrë me sport? Pikërisht me sportin e voleybollit. Atëherë, unë nuk e kisha idenë fare për sportin e voleybollit. Edhe një shoku im erdhi më tregoi, edhe aty lindi çdo gjë, gjimnazist. Aty lindi çdo gjë me profesor Landi Bellon, e përshëndes. Ai ka qenë shtysa ime më po çfarë të tregoje, çfarë të tha, cilat ishin fjalët e para, si ta parashtroi situatën, si ta prezantoi vetë sportin e voleybollit? E gjitha lindi si një gjimnazist që ka pasion diçka, një sport. E gjitha lindi si kjo. Pastaj unë i kisha dhe të dhënat e mira i gjatë edhe më ndihmoi shumë në fakt. Edhe shumë pak vite unë arrita të luaj për ekipin e parë, gjë e cila më shtyu më shumë që ta vazhdoj si sport edhe si gjë për të bërë në jetën time. Pastaj kush ka qenë pika mbështetësa, ata të cilët kanë suportuar, ndoshta të kanë motivuar dhe shtyrë për të ecur përpara? Normale që familja, gjithmonë familja. Vetëm familja ka qenë? Familja, do thoja familja, shoqëria, rrethi, gjithmonë të shtyn për diçka që e ke pasion dhe që i. Po si lindi mundësia për të shkuar pastaj për të luajtur në kampionatin holandez? Atëherë, unë kam qenë pjesë e grup moshave të kombëtares për 5-6 vite radhazi. Dhe kam spikatur në një nga Ballkaniadat që kemi luajtur në Kosovë. Aty u shpalla mora çmimin si një ndër lojtarët më të mirë dhe qendra më i mirë i kampionatit, duke parë dhe ekipet rivale që kishin shumë element që tani luajnë në për kampionatet më të shuara në botë si italian. Dhe ajo ka qenë shtysta kryesore për të pasur një menaxher e para dhe e dyta për të vazhduar diku jashtë. Nëse do t'jepej mundësia, do e ndroje Skënderbeun për t'ikur jashtë, apo? Varet ku jashtë. Ku do dëshiroje ti personalisht, në cilin nga kampionatet? Po tani të gjithë e dim që kampionati italian është më i miri. Më i larti. Po, më i larti. Po nëse do ishte mundësia për ta ndruar Skënderbeun me një ekip italian, po, do të tregojmë sinqert, po nuk e shikoj si opsion tani televiz nga Skënderbeu, të paktën për tani, jo. Po ti Jani, nëse pret ndonjë ofertë nga jashtë? Ti jemi realist, nuk pres oferta, sepse edhe mosha ka ndikim sidomos në volejboll, se vjen një farë mosha që jep, po. Dhe gjunjët nuk mbajnë më. Megjithatë, rëndësishme është të kesh një karrierë të suksesshme, përpos gjithë pjesës familjes që sigurisht është gjëja më e rëndësishme, është pjesa e punës apo jo? Pjesa e punës në Shqipëri, siç e tham, voleybolli është pasion, profesion nuk e bëjmë dot. Deri tani nuk e bëjmë dot si profesion. Tashmë ti prej pak kohësh ke marrë një status të ri, që është edhe statusi i prindit, je bërë baba. Të urojmë jetë të gjatë për voglushin. Faleminderit.
Ti vetë do dëshiroj që në të ardhmen djalit të bëhet volejbolist? Patjetër. Dy xhaja volejbolist, babi volejbolist. Patjetër, pse jo vetëm volejboll, po apo futboll më mirë. Ku ta ketë atë talentin, ku ta gjej ai veten më mirë, po që do merret me sport, do merret me sport. Këta ka detyrim, është obligim. Pastaj se ku do ta gjej veten më mirë është punë tjetër. Mirë, duke qenë se ti qenë ke i vendosur për tek djali yt, një mesazh për gjithë prindrit për fëmijët e tyre? Angazhoheni në sport. Angazhoheni në sport dhe largoheni nga teknologjia, largoheni nga smartphone-et, angazhoheni në sport sepse do ta kuptojnë vetëm më vonë do ta kuptojnë. Po ti, Emanuel, një mesazh të fundit për të gjithë të rinjt, pse jo, edhe për ata cilët janë pjesë e botës sportit, po aspirojnë për qenë pse jo edhe më lartë. Okej, të gjitha dimë që sporti është të gjitha sportet, nuk po flas vetëm për volejbollin. Sporti të zhvillon, të jep disiplinën, siç tha dhe Jani më përpara. Të jep disiplinën, gjëra të cilat të zhvillojnë dhe të japin atë karakterin në adoleshencë, të japin atë karakterin tënd që kur vjen një moshë ti duhet ta kesh. Do thoja që të merremi me sport edhe të heqim nga veset e këqija, nga smartphone-et, nga teknologjia. Është gjë e më mirë. Është gjë e më mirë, po. Pikërisht mund të largoni nga teknologjia, po kur nga ekrani i radio televizionit shqiptar, ne kemi mbërritur kështu pa kuptuar në fund të këtij emisioni. Ishte shumë kënaqësi për mua t'ju kisha në studio dhe një herë shumë faleminderit që keni bërë të dy rrugën tuaj për të mbërritur në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Faleminderit të gjithë ju miq që qëndruat me ne. Unë ju lë të ritakojmë sërish të njëjtën e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë.